Good afternoon, everybody. Mirë dita të gjithëve dhe mirë se vini në informacionin për shtypja javor të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të japim gazetarëve zhvillimet, të informojmë gazetarë për zhvillimet e fundit në gjykatë dhe të japim atyre mundësinë për të bërë pyetje. Më 12 qershor 2025, dhomat e specializuara të Kosovës dhe Mbretëria e Belgjikës nënshkruan zyrtarisht marrëveshjen mbi zbatimin e dënimeve. Marrëveshjen e nënshkruan administratorja dhe SK-s Dr. Fidelma Donlon dhe zoti Gerard Div, shefi i Autoritetit Qendror për Bashkëpunim me Gjykatat Penale Ndërkombëtare në Ministrinë e Drejtësisë së Belgjikës në Bruksel. Sipas kësaj marrëveshjeje, personat e dënuar nga dhomat e specializuara mund të kryejnë dënimin me burgim në Belgjik, në varësi të kushteve që cakton kryetarja e dhomave të specializuara dhe miratimit të Belgjikës. Marrëveshjen me Mbretërinë e Belgjikës mund ta gjeni në faqen e internetit të dhomave të specializuara. Seanca e ardhshme e planifikuar në gjykat është shqiptimi i aktgjykimit të apelit në çështjen gjyqësore të Pjetër Shalës me 15 korrik në orën 10 paradite. Në korrik 2024, zoti Shala u shpall fajtor për krimet e luftës, të ndalimit arbitrar, torturës dhe vrasjes së paligjshme dhe u dënua me 18 vjet burgim. Krahas kësaj, në nëntor 2024, trupi gjykues urdhëroi zotin Shala të paguajë një shumë prej 208.000 eurosh si kompensim për dëmin fizik, mendor dhe material shkaktuar viktimave të krimeve për të cilat u shpall fajtor. Zoti Shala apeloi aktgjykimin si dhe urdhrin për zhdëmtim. Në qoftë se dëshironi të ndiqni shqiptimin e aktgjykimit të apelit nga galeria për publikun në dhomat e specializuara në Hag, jeni të lutur të regjistroheni në adresën publik me c në fund e internetit scp@ks.org. Seancën mund ta ndiqni edhe nëpërmjet transmetimit të drejt për drejt në faqen e internetit të dhomave të specializuara. Në lajme të tjera, ekipi për komunikim dhe ndërgjegjësim i dhomave të specializuara ishte në Kosovë këtë javë dhe u takua me shoqërinë civile, të rinjt dhe studentë të drejtësisë në Mitrovic dhe në Prishtinë për të shpjeguar mandatin dhe proceset në gjykatë dhe për t'u dhënë pjesëmarrësve mundësinë të bëjnë pyetje. Ekipi u takua edhe me gazetarë në Prishtinë. Në sajt të kontributit bujar të qeverisë zvicerane, ekipi për komunikim dhe ndërgjegjësim i dhomave të specializuara udhëton në Kosovë pothuajse çdo muaj për të informuar njerëzit në Kosovë për mandatin dhe gjykimet e veta dhe për t'ju përgjigjur pyetjeve të tyre. Deri më sot, ekipi për komunikim dhe ndërgjegjësim ka mbajtur 192 takime të tilla me mbi 4.000 pjesëmarrës nga mbar Kosova. Kaq kisha unë, në qoftë se ka ndonjë pyetje, jam gati të përgjigjem.